Si reagoi Gjesti kur mori vesh largimin e Eglit nga shtëpia? Egli Tako ka ndërprer rrugtimin e saj nga shtëpia më e famshme në Shqipëri për arsye shëndetësore. Në shtëpi hyri një zarf i kuq, të cilin e lexoi Danja dhe banorët mësuan lajmin për Eglin. Banor, vëllai i madh, ka marrë vendimin që konkurrentja e Eglit Tako për arsye shëndetësore të ndërpres më një herë garën. Egli i uron sukseset e gjithë dhe thuaj në zarf. Në momentin që Danja lexoi zarfin, Gjesti u habit dhe nuk tha asnjë fjalë. Për 1 minutë ai nuk reagoi sepse lajmi ishte i papritur. Nga shprehja e fytyrës ai duke i habitur. Nga ana tjetër, më pas Danja është përlotur në dhomën e gjumit për largimin e Eglit. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.